demokratike, midis establishmentit, midis përpjekjeve për të vizhur diçka brenda kulisave dhe militantëve të tjerë cilët kanë reagimin e tyre të natyrshëm dhe biologjik, do thoya unë, si ai i Ilir Vrenoz. Ndërkohë, bëri përshtypje që zoti Berisha akuzoi Salianin, tha nuk ka qenë kombinat ku ai është saktuar për të bërë analizën e situatës. Në fakt, po të rikthehemi rrjeteve sociale të zotit Saliani, shikojmë që takimin e tij të fundit ai ka patur pikërisht me datën 23 nëntor. Pra, zoti Saliani ka qenë në zonën ku është saktuar dhe i ka bërë thirrje demokratëve që dalin në protest. Në protest, zoti Hoxha, ku kishte më shumë gazetar dhe policë. Pra, le të themi, Saliani ka drejtë në gjërat që thot, siç ka drejtë këtu kur thot për çfarë po i thot ato. Pra, ky është ambiguiteti në cilin gjende ju sot. E kuptoj, po kjo është edhe të qeshësh edhe të qash, i thot një shprehje. Ti bëj si duash, po nuk është se të fiton nga me një aftë, këtu është problemi. Po të qash, pranon humbin. Po të qeshësh, jenë loj me Ramën. Po mirë, kjo loja me Ramën, se disa herë na kanë thonë, jemi të shitur, jemi të blerë, jemi kështu, jemi ashtu. Në 2021, keni u të shitur të blerë, keni sa dusha të brënda, i ke për 4 oktore. Thash që bëni loj me Ramën. Në 2021, ai që unë, si antar kryesie dhe gjithë demokratët, kanë sot si kryetar grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka dalë me zënë. Me merita ma kryetar grupit parlamentar. Problema se i di u merit, qa merita shka ai, po ka dalë me zë, me figur, me emër, mbi emër, duke thënë personalisht për personin tim, që ky zotëria ka lidhe me bandat, ka këte, po bën presion për formularët, po bën për atë, për ati, i ka futur Rama, i ka bërë pra gjitha këto historit e gjërat. Kur unë merdi rradha për të marrë mandatën e deputetit, dhe ishin 3-4 njerëz që e dinin aktin tim parlament, qa më kam bërë më sokol, nuk më kanë lënë laf pa thënë. Kur kam dalë nga parlamenti, isha eroj me i madhi asaj partije. Fatkisisht, politika funksionon dhe këshu. Një ditë je hero, një ditë je armik, ditën tjetër të bëjmë prap hero, ditën tjetër do të bëjmë prap armik. Se ky është bashkimi në diversitet. Se problemi që ka PD-ja sot, nuk është problemi pse Del Saliani takoj disa njerëz, Auloni apo kushdo eksponent tjetër. Problemi PD-ja sot ka 2 probleme thelbësore për mua. E para, ata që të gjithë i kanë fut thikën mbas shpinën e Sali Berishës në këto 4 vite, sot janë servilet e tij më të mëdhenj në të forcë politike dhe të vrasin për Sali Berishën. Dhe problemi dytë është ajo që tha dhe Auloni, që është kodi zgjedhor për këtë gjë. Sepse po të rregullojmë kodin, do kemi më pak servila në parti për këtë gjë. Sepse dua ta lidh me veten time. Më fal, dua ta lidh me veten time. Unë jam produkt i votës në PD. E kam nis që 15 vjeç, 13 vjeç me Vinovil, duke njit posterat për kandidatët e Partisë Demokratike, dhe jam krenar për këtë gjë, dhe në sekretar dhe i kooptuar antari kryesisë me votë, sepse ka mundur një nga ish kryetarët e PD, zotin Tritan Shehu. Tani, nëse ne vëm standardin e votës në parti, zoti Shehu është drejtues politik, mos më afroj njëri për të qenë drejtues politik për këtë gjë. Që këtu për mua ka rënë meritokracia në parti. Pra, këtu ne duhet fillojmë diskutimin e gjës. Mora shembullin tim, po ditu jap me 10 shembuj të tjerë brenda partisë që ka ndodhur kështu. Dalim dhe ke burgu i zotit Saliani. Nuk është zoti Saliani i vetmi që ka bërë burg. Pa diskutim burgu është shumë i rëndë dhe është një padrejtësi që atë vendos drejtësia, po që e ka bërë për Partinë Demokratike, kjo është pak po e sigur, se ishte kaos. Pavarësisht se vendos drejtësia, po dhe unë kam mendimin tim. Po bashkohemi tek ajo që e ka bërë për Partinë Demokratike. Unë dhe Auloni kemi një mik të përbashkët, Mariglen Doçin, që ka qenë kandidat për kryetar forum. Shumë e drejtë. Marigleni mund të ketë bërë një 6 muaj, 4 muaj burg në mos gaboj unë për protestat e Partisë Demokratike. Ka bërë, më falë, drejt vetëm një ndërhyrje, ka bërë burg dhe vazhdon sot për ndiqet me gjyqje, është në përseanca dhe është një nga njerëzit më aktiv dhe është jashtë loje. Unë kam patur një procedim penal në 2015, pse kam dhegur bunkerin e Carlo Bolinos ke Ministria e Brendshme dhe gjyqi im ka përfunduar para 1 muaj. Pra, jam zvarritur 10 vite gjykatave të Shqipërisë për të marrë pafajsin
për të drejtën time. Jam arrestuar mbi 20 herë për protestat e Partisë Demokratike. Kam bërë nga 2 ditë, nga 3 ditë burg, nga 1 javë burg, nga 2 orë shoqërim në komisariat. Por nuk është se kemi bërë një heroizëm të madh që kemi qenë në burg. Pra, ke kryetarin e partisë që kam ndenjur më shumë se 1 vit në arrest shtëpie. Ke kryetarin e forcës tjetër opozitare, zotin Meta, që e kanë marrë si me qenë një bandit, e kanë rrëmbyer nga rruga dhe sot është harruar në burgjet e këtij vendi. Ke edhe eksponentë Së bashku e keni harruar. Do t'jap antar tjetër kryesie, Grigel Smuçollarin, ka bërë burg bashkë me mua për protestat e Partisë Demokratike. Do t'jap një nga Bashkia Ulonit, Çim Babasin, ish kryetari Degës 5, ka bërë burg bashkë me mua. Ke edhe Arbër Kolën, aktivistin. Arbër Kolën, aktivistin tjetër, dhe ka shumë djemë tjerë që kanë sakrifikuar dhe janë burgosur pas një lloj përfitimi, pas një lloj benefiti. Mos them që mund t'jetë bërë dhe në i padrejtësi nga brenda Partisë Demokratike për mos t'i padur në këmbë në Partinë Demokratike dhe kanë sakrifikuar. Tani, kjo historia e mirë është që Partia Demokratike duhet të kthejë vëmendjen ke njerëzit dhe duhet gjoj çdo njeri. Qoftë ky zoti Saliani, qoftë ky çdo njeri tjetër. Pse? Sepse PD-ja ka diçka në gjykimin tim. Askush për mua nuk e ve në diskutim leadershipin e Sali Berishës në parti. Ve po desha. Sali Berisha, po jo më, po është çështje vote sokol. Po, në këtë sens, ve po desha. Çdo njeri sot që dali të sfidoj Sali Berishën me vot, me antarët e Partisë Demokratike nuk fiton. Kjo është pak, po është sigurt, 100%. Dhe zoti Saliani, se ne po merremi me zotin Saliani, por unë shoh si një dyshe protagonizmi Ali Mehmeti Saliani këtë gjë. Dhe zoti Saliani, nëse ka një qëllim. Ka e thonë ishte Ali Mehmeti pak nga mbrapa. Kuptimin... Jo, janë paralel, jo nga mbrapa. Anash. Paralel për këtë gjë, sepse ka dhe diçka tjetër. Zoti Ali Mehmeti mund të ketë patur mundësinë për të takuar me Sali Berishën paktën në këto 3 muajt e fundit, më shumë se çdo zyrtar tjetër i lartë i Partisë Demokratike, sepse është krye negociatori i opozitës për Bashkinë e Tiranës. Një pozicion që ka pasur vendimarrje për të zgjedhur kandidaturën e Bashkisë Tiranës. Po, dhe ka thonë që ma ka propozuar zoti Berisha të kandidatet. Po, patjetër, dhe s'ka bërë keq nëse e ka propozuar. Shumë mirë ka bërë nëse e ka propozuar. Tani, po pse lëviz Ali Mehmeti? Ja ne duhet bëjmë një paralelizëm dhe me para 3 viteve që ka ndodhur. Nuk e mbledh Thelulzim Basha Këshillin Kombëtar. Çfarë bëm ne? Mbledhëm firmat, 1/4 e firmave për ta detyruar për ta mbledhur. Nëse ti shef që duket normale të Këshilli Kombëtar nuk mbledhet nga Marsi? S'është mbledh njëherë po Këshilli Kombëtar se mbledh. Po jo, kështu nuk mbledh. E në fundit miratot opozimin e zotit Berisha. Ishte bëni Këshilli Kombëtar për Këshilli Kombëtar të them vetëm diçka ka prodhu politik. Do të them vetëm diçka. Nuk është Këshilli Kombëtar i viteve 90, jam dakord. Këshilli Kombëtar vërtet mund të ketë mos prodhuar atë politikën e madhe që ne mund ta kërkojmë ke Këshilli Kombëtar, por në situata shumë delikate për vendimarrjet brenda Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar ka qenë i mbledhur. Dhe në 2021-shin, në maj të 2021-shit, kur zoti Basha ka humbur, unë kam qenë një ndër firmtarët për ta mbledhur Këshillin Kombëtar për këtë gjë. Dhe kur kam folur në atë këshill, që kam kërkuar shkarkimin e kryetarit dhe largimin e sekretarit përgjithshëm, dyshes Basha Bardhi ose shoqata që ne e quajtëm më vonë Basha Bardhi për këtë gjë, më zhduk vetja si në plenjumin e Partisë Komuniste, që të gjithë tjerët thoshin Rof Lulzim Basha se ky është më i miri që ne vetëm ky. Pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe po. 90%, 95%. Domethënë Basha pas 95%. Natë mbledhje. Shumicë të heshtur të madhe. Po lëmë shumica e heshtur është ajo që e dëmton gjithmonë një forcë politike. Është, por nuk kanë qenë për Bashës. Sepse ne jemi në politikë për të marrë qëndrime, pro apo vërtet, por nuk kanë qenë. Ata që heshtin për mua nuk kanë duhet të lejnë ato opozicion. Je duke rënë kontradikt me atë që të pjesën e parë. Që the nuk duhet flasim në për forume. Patjetër më. Tani the ato që shumica e heshtur i bë dëm partisë. Po, jo, ta thash dhe në pjesën e parë. Ky është problemi mos ma nxjerr nga konteksti. Ta thash dhe pjesën e parë, nëse unë si antar kryesie tash, nuk çohem në mbledhje kryesie.
të diskutoj problematikat që mund t'i asë nga demokratët apo nga çka kam konstatuar unë apo mendimin tim dhe nuk jap mendim politik për mënyrën se si duhet funksionojnë gjërat, atëherë unë duhet ta lej këtë pozicion nëse nuk flas. Duhet iki dhe të viti kusht tjetër. Në kontekstin e fjalimeve që janë mbajtur dje, ai është në rregull se nuk ka thënë asgjë që përbënte ndonjë problem. Po them që ai është gabim. Se ky është dëgjove këtë gjë që ai është gabim. Po thua që e ke gabim, Indrit. Po ajo që po them është kjo me fjalë. Thënë, në logjikën institucionale brenda partisë, çdo problem që ka lidhje me partinë diskutohet në forumet e partisë. Rezart, e diti që çdo antar i kryesisë Partisë Demokratike ka të drejtë zbresi në bazë dhe t'i vetë në dispozicion gjithë struktura për organizimin e një takimi. Shumë i qartë për këtë gjë. Pse nuk e ka kërkuar zoti Saliani? Kjo është pyetje. Dhe nëse zoti Saliani e ka kërkuar këtë gjë në strukturat e Partisë Demokratike dhe nuk i është realizuar, unë do jem antari dytë i kryesisë që do t'i shkojnë rresh dhe do ta mbështes për këtë lloj gjëje. Sepse kjo i është bërë, këtë duhet na thotë zoti Saliani, mos dhe këta që kanë organizuar nuk e kanë qëllimin e qartë për çfarë po bëhet. Hajde flasim. Për çfarë do po bëhet si batuta e Ramës me studentët kur do flasim? Edhe kjo punë. Janë 3 foltore që janë bërë deri tani, 2 të Berishës dhe 1 të Salianit dhe... Po thashtë se mos ka dalë në i grupim tjetër. Edhe postali ka filluar foltore. Që ose flasim për modalitet. Flasim për terminologji janë vetëm të treja. Në asnjë moment nuk është vendosur në pikpyetje pozicioni Sali Berishës. Pas nuk e vendos, do të është vota që e vendos. As demokrat, as kush. As tek foltore e Salianit. Ajo është partia Sali Berishës, zotërit. Është diskutimi mbyllur për mua, për aq kosta, sa shumica do vazhdoj dhe për aq kosta zoti Berisha. Japin vetëm propozime, Sali Berishës për aq kosta dhe zoti Berisha ka thënë që unë do rikandidoj në prill për kryetar të Partisë Demokratike. Është diskutimi mbyllur kjo për kryetarin, flasim për tjerat. Si mund ta forcojmë partinë? Po ka problem. Çështja e kryetarit nuk diskutohet më. Vetëm ka problem. Ju thoni hajde flasim, Saliani thotë hajde flasim. Në fakt duhet flisim me militantët, në fund fare përfundohen vetëm ju që flisin në tribuna, nuk e kanë për ty personalisht. Dëgjojmë pak çfarë ka thënë një militant i Partisë Demokratike, zotit Berisha, sonte në Rrëshën. Kemi halle, shana duhet. U pohet, ne kemi shqecime, doktor Berisha. Përse shato në Shqipni, ato na i thënë telefonik për sekund. Se kush është i Tirana, e njoftëm gjithë. Ti thoni fjallë se me votë su në hedhim. Ashtë një vërtet, sepse imi pak. Imi pak. Se në kanë hik njërësit. Unë një familje më madhe, 20 det. 20 kam këtu, 20 i kam në diasporë. A këtonë, unë do me të po një pytje. Qysh duhet, qysh rëzojmë Ramen? Me votë jo. Ta shi pytje e me plak jam po që shërdzojnë. A keni në shtetje që të majmë shpres nga jashtë se me votë shkojnë, me forcë nuk shkojnë. Që shtë të bëjmë? I nërur që po. Unë vini nga familje e persekutume, por edhe intelektuale. Ma falin të pak, se kjo ishte knasheme se të bëjmë mua betë. Mas i kështë e bërë politika ajo, ishte në kryetari bashkisë Shkodrës, 23-25, e majtëm në 2 vlazën, e majtëm ashën, e një bënë një pyti mërajsh, thosh, kjo e në verhoja, 3 milion banor. Social imperializmi amerikan, kë gjendari nërkomtare, kë social imperializmi sovjetik, pse e lonë me folë, mërë? Pse e lonë me folë? Tha, onua tha, sovjetiku do ma merë e në verin këtu, se si vjeni asë i keshe veselef për poplin. Se sa Amerikën këto, bazat amerikane, po ashtu në Amerika,
25 vjetë, unë me shof, ma ti dhe me shof, se postajë në rënim nga jashtë, e kemi zorë. Se i ka kamuflu gjitha, se përsa dumë na, sa kemi me dashtë na? Pushtetin me ditë. Mirë, dëgjuam një demokrat nga Rësheni, shpresoj Aulon që nuk del tradhtar dhe ky. Ja, unë besoj që është momenti që qytetarët flasin këtë, doja unë dhe me inkureju ditë në djeshme në Durrës, që mos kishte folës para përgatitur, për të kishte folës nga publiku. Pra kjo është diferenca, mendoj unë, e dy foltorëve në raport. Pare thoni që foltorët e Berishës janë më të sinqerta? Jo, kur jep fjalën publikut, unë jam gjithmonë që t'jep, edhe të protestat në aktivizëm që unë kam bërë, gjithmonë mikrofoni ka qenë i hapur, jo me listë, kështu do më thënë. Dhe për këtë duhet luftojmë që t'jepet mikrofoni çdo qytetari. Pra, është momenti që të paktën të flasin, sepse ka 3